Nga stacioni autobusave në Prizren, sot shumë qytetarë nisën për në Prishtinë. Me këtë rast ne kemi biseduar me disa prej tyre, të cilët u shprehen se shkojnë atje për të kërkuar drejtësi e jo politik. Mirë është organizuar, o këndir gjithë populli me ardhur sot në Prishtinë. Sot në dita fundit për ne. Komplet familja. Cili është qëllimi i protestës sipas mendimit tuaj? Liri për çlirimtarët, jo politikën. Çajo është qëllimi ynë për çata. Tjetër për çata. Një mesazh i juti? Një mesazh i bëj apel popullit me dalë gjithë populli sot. Qëllimi është tamam fjala që kanë thonë, drejtësi jo politik. Me nisur për protestë, për të mbështetur çlirimtarët tonë, kërkojmë liri dhe drejtësi për 4 komandantët e UÇK-s. Qëllimi i protestës sa mendon se është i drejtë për të marrë pjesë të gjithë qytetarët? Ky është arrestimi i montuar nga Serbia, është i padrejtë dhe presim të dalin të pafajshëm dhe urime gjithë shqiptarëve pavarësinë e Kosovës. Protestën shkaki kreve të UÇK-s që po gjykohen nak padrejtësisht, që do me u laga vlerat e UÇK-s. Dhe ju do të shkoni Ja, ne do shkojmë për protestë drejt Prishtinës. mesazhi? Mesazhi jonë është liri sa më shpejt për ata dhe për pafajësinë e tyre, të gjykojnë në drejtë të pafajësisë të tyre. Kurse Isa Berisha me këtë rast ka folur dhe falenderuar gjithë qytetarët dhe kompanitë që organizuan shkuarjen për në Prishtinë. Shindja dhe vetë, domethënë interesimi është jashtëzakonisht i madh. Ne si organizatë e veteranëve dhe shoqata do të lutet se kemi përkrah këtë protestë, këtë marsh, duke ditur se qëllimi dhe ideja dhe për çka po protestohet është një interesim jashtëzakonisht i madh dhe shpresojmë që qytetarët do t'i përgjigjen kësaj ftese të cilën e ka bërë liria ka emër. Kështu që shpresoj që ka sasi të mëdha të autobusave dhe besoj që qytetarët nuk do të mungojnë.